Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Bërqapit. Bërqap, java e parë e qershorit, do të cilë një situatë ku ti do të zhgënjehesh, dikush do të lërë në baltë. E bëhet fjalë për para, një shumë që dikush të detyrohet, dhe në momentin e fundit ose gënjen, ose do të bëj justifikime, do të krijoj një rrethan të tillë që ti do duhet të paguash gjithçka vetë. Dhe mund të ketë të bëjë me punën për disa bërqap, sidomos nëse ti ke ofruar një shërbim apo ke ofruar diçka dhe klienti pala tjetër në momentin e fundit nuk të jep pagesën ose të plot ose pagesën që të detyrohet, të jep një pjesë të vogël për dikë tjetër, nëse jeni në një situatë marrëveshje ku do të përgatiteni, do të investoni bashkë, në momentin e fundit pala tjetër tërhiqet edhe nuk paguan pjesën e vet. Për dikë mund të jetë një çështje që ka të bëjë me një qira apo me një pagesë kredie, nëse pret që dikush që ndan shtëpinë me ty, nëse jeton me persona të tjerë, të paguaj pjesën e vet të qiras apo pjesën e vet të kredisë. Mund të ndodhë një situatë e tillë, për të tjerë mund të jetë edhe një mbështetje tek partneri apo tek partnerja që nuk realizohet, mund të ketë premtuar që do të të ndihmoj me një faturë apo do të të ndihmoj me një shumë parash dhe në fund ti mbetesh dhe detyrohesh që ta menaxhosh gjithçka vetë. Pavarësisht se shikoj që nuk do e bëni të madhe si çështje, do përpiqeni që në heshtje ta zgjidhni, ta mbani vetë situatën në kontroll, do t'ju vendos në vështirësi kjo, sepse është një shumë e rëndësishme, është diçka e konsiderueshme, nuk bëhet fjalë për një shumë të vogël që ti e kalon, bëhet fjalë për një shumë që ty të detyron ose të marrësh, të përdorësh pastaj paratë që ke, të përdorësh për të larë këtë shpenzimin e madh, kredin apo pagesën e qiras, edhe pastaj të detyron të përdorësh karta krediti ose të përdorësh para hua në një farë mënyre për të paguar shpenzimet mujore dhe shpenzimet e tjera. Megjithatë, nuk do thuash diçka, do ta mbash për vete, këtë hatërmbetje, këtë zhgënjim, do të jetë një formë për të treguar, ky person do ta bëj me qëllim këtë gjë, për të treguar që ti kujton se ke pavarësi, ti kujton se se i bën të gjitha vet, ja del gjithçka e mban vet. Vërtetoje tani, shikoje se sa e lehtë është jeta vetëm, apo se sa e lehtë është i paguar gjithçka vetë. Është një formë që vjen nga një lloj krenarie, nga një lloj egoje, si për të ngacmuar, për të testuar disi. Emocionalisht kjo do të lërë një gjurmë të fortë tek ju. E shoh këtë sidomos në javën e dytë, ku nga ana e brendshme shpirtërisht jeni shumë të trazuar, jeni me dallk të në momente ku mund ta takosh këtë person apo kur do dëgjosh ato justifikimet që do t'jap apo ato gënjeshtra, ti do kesh momente që vetë ke një lloj inati, një lloj shpërthimi, por si jashtëmi duket sikur gjithçka është okay, do thuash s'ka problem, un kam mjaftueshëm, e përballoj dhe çdo gjë kush të shikon duket sikur ti je një person profesional, je një person që nuk mban hatërmbetje, nuk ka mëri, një person që nuk ka inat me askënd, por tek ty vetë kjo është do të jetë një shenjë e qartë e karakterit të personit. Dhe jeta, fati do të sjellë ndryshime, do të sjellë rrethana ku ty do të vijë ajo shumë parash që ky person të detyrohet, përcjap të detyrohej në javën e parë, ty do të vijë ajo shumë parash, do të vijë në një formë tjetër, do ta marrësh, nuk e merr nga ky person, e merr nga ta sjell fati, Zoti, universi ta sjell në një formë tjetër, sepse shoh këtë gjë në javën e tretë sidomos, do të jetë ajo java ku ty do të kthehet, ndoshta ajo shumë, po edhe mbi atë shumë, se shikoj bollok rreth teje, shikoj mbarësi, mund të krijohet një situatë ku të ofrohen orë shtesë në punë, apo të jepet një rritje rroge, apo dikush tjetër të ndihmon me para. Pra, rrethanat mund të jenë të ndryshme për persona të ndryshëm,
por e rëndësishme është që ti kompensohesh, që ti merr atë çfarë të takon. Dhe mund të ndodhë rreth datës 19 qershor, kur Chiron futet në Dem. E Chiron lidhet me gjërat që ne kemi plagë, gjërat që ne na lën shenjë, por gjithashtu na japin ato mësimet më të mira, na bëjnë ekspert në një fushë të caktuar ose në një situatë të caktuar të jetës tonë. Dhe duke qenë në Dem, që është energji toke, një lloj si ty, mbërciaf, aq më tepër që Demi lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me parat, do të bëj pikërisht të t'jap këtë mësimin e vlefshëm që gjithmonë kur punon me dikë, apo gjithmonë kur ke një marrëveshje me dikë, apo gjithmonë kur varesh nga dikush tjetër, situata asnjëherë nuk i dihet. Dhe vetëm ti mund, vetëm kur ke buxhetin tënd, kur ke paratë e tua, kur ke xhepin tënd, kur ke ekonominë tënde, atëherë mund të kesh siguri. Atë siguri 100% sado që mund të ketë respekt pala tjetër, apo mund të keni një historik, një kohë gjatë që njiheni bashkë, prap në moment të fundit personi mund të zhgënjej. Dhe do të bëj që të kuptosh më shumë vlerën tënde, do të bëj të kuptosh më shumë statusin tënd financiar, sa e rëndësishme është pavarësia, ekonomia, liria financiare, dhe do të vi kompensimi pikërisht në forma të tjera. Dhe është mirë që nuk do të reagoni, që nuk do ta bëni të madhe këtë gjë edhe ose të përpiqeni të hakmerreni apo t'ia ktheni personit me të njëjtën monedhë, sepse karma juaj për mirë do të kthehet në javën e tretë me këtë shpërblimin, me këtë shumën e parave. Dhe thash rreth datës 19 do të jetë një kohë e mirë që kjo mund të ndodhë. Kurse java e fundit pastaj është një javë e rëndësishme, se me datë 29 qershor kemi një hënë të plot në Bricjap, në shenjën tuaj. Dhe gjithmonë hëna e plot, sidomos kur e ke në shenjën tënde, të bën të reflektosh, të bën të ta gjykosh situatën, emocionet, gjithçka dalin në pas, sepse është ndriçon anën tënde emocionale, ti kupton gjërat më mirë dhe të bën gjithashtu që të kesh një gjykim të ftohtë, një gjykim të qartë për të tjerët, të mësosh nga kjo eksperjenca e zhgënjimit që lidhet me parat, por dhe gjykimin me veten tënde, sepse shikoj që shpesh keni toleruar bërqap më përpara, keni toleruar apo në momente caktuara edhe kur keni parë gjëra që nuk ju kanë pëlqyer, i keni anashkaluar, i keni dhënë dikujt atë me dashamirësinë që prit se ndoshta ky është një person i sinqert, mund të kesh dëgjuar për dikë nga njerëz të tjerë edhe nuk e ke marr ti parasysh, ke thënë se gjykojnë të tjerët nuk do të thotë që është njëri i keq apo nuk do të thotë që ka qëllime të këqija, pse ta gjykoj edhe unë ti jap atë mundësinë për të më vërtetuar që është person i mirë, do të mësoj pikërisht kjo hënë e plot dhe gjithë situata e qershorit që të kesh një gjykim më të ftohtë, ndonjëherë të paragjykosh të tjerët, ndonjëherë të vendosësh bariera me të tjerët, ndonjëherë të marrësh parasysh se nuk themi kot ku ka zë, nuk është pa gjë, përderisa ka dalë fjalë për dikë, do të thotë që ky person ndoshta vërtet ka një historik të tillë, ndoshta vërtet është një person që nuk i besohet dot. Dhe që ti t'jesh vetvetja, mos kesh frikë të kërkosh llogari, në moment që duhet kërkosh llogari, të mos kesh frikë të kërkosh që gjërat të jenë të dokumentuara ose të shkruara, sidomos në marrëdhënie profesionale. Ky do të jetë një mësim shumë me vlerë, që gjithçka të jetë e dokumentuar. Mos kesh frikë nga gjykimi, o prit se po e thash unë këtë gjë këtij personi, mos i mbetet hatri edhe largohet, mos i mbetet hatri edhe nuk do të punoj më me mua, apo mos i mbetet hatri dhe nuk më flet më dhe më kthen shpinën. Jo, kur diçka është e sinqertë, është e rregullt, nga të dyja palë nuk ka pse të ketë
hatërmbetje nëse kërkon që gjithçka të jetë e rregullt. Ju a them këtë sepse dhe nga orakulli, mesazhi për ju më thot be authentic, pra tregohu autentik, vetvetja. Be real and true to who you are and how you feel. Tregohu i vërtet, i sinqert, me mënyrën se si ti ndjesh, se kush ti je realisht dhe çfarë ndjen brenda teje, se këto emocionet e forta që do të keni, është mirë që nuk i shprehni që të hakmerreni, por ama duhet duhet të dalin në sipërfaqe në një formë ose në një tjetër. Asnjëherë nuk është mirë të mbash shumë ngarkesë emocionale brenda vetes tonë. Duhet të dalë ajo ngarkesë në sipërfaqe. Dhe mënyra më e mirë është duke pasur një komunikim të qartë që, okay, këtë herë ti nuk munde, më dole nga fjala, por në të ardhmen, nëse do punojmë sërish bashk, ose nëse do të vazhdojmë të jetojmë bashkë ose do të vazhdojmë të kemi këtë, duhet të kemi gjërat e qarta paraprakisht, që mos ketë situata të tilla. Edhe nëse jeni në një raport në çift, të kërkoni një llogari që mos ketë më justifikime, mos të ndodhin më situata të tilla që ti të ndihesh keq, të mblidhen të gjitha këto hatërmbetjet brenda vetes tënde dhe të shpërthesh në një moment tjetër më vonë kur janë mbledhur shumë gjëra të tjera dhe ai shpërthimi është final. Gjykimi në momente të caktuara është i nevojshëm sepse e bën që personi të mbajë llogari për sjelljet e veta dhe të jep ty atë lloj komoditeti dhe atë lloj qetësie të dish që e shprehe çfarë pate brenda vetes tënde dhe ke vendosur kërkesa fikse për të ardhmen, që nëse ato kërkesa nuk respektohen, pastaj këto janë pasojat e mungesës së respektit apo mos mbajtjes së fjalës dhe mund të vendosësh ti sigurisht në bazë të situatës tënde personale, a punon me këtë person, a ke shok ose shoqja, a ke person që ndan shpenzimet familjare, si do t'jetë situata, zgjidhe ti, por gjërat duhen thënë në një moment të caktuar dhe duhet pasur një gjykim për këtë gjë. Gjykimi do të thotë jo në kuptimin negativ ta gjykosh edhe ta rëndosh, por gjykim që ti mbaj përgjegjësi për këtë gabim që bëre dhe bëj një plan që mos të ndodhë sërish në të ardhmen. Okej, përcjell kjo është gjithçka që unë shikoj për ju. Për muajin qershor, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem e jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.